Sot jemi këtu para prokurisë speciale për të kontestuar vendimin skandaloz dhe vendimin kundërligjshëm të prokurisë speciale përkatësisht prokurorës të çështjes, e cila ka hudhur kallëzimin penal pa e trajtuar në mënyrë objektive, në mënyrë të drejtë, e cila çështje lidhet me rastin e Dimar Boshës, i cili në postin e kryeparlamentarit asokue gjatë përvjetorit të vdekjes së Astit Deorit kishte deklaruar se rasti i Deorit është më keq se krimet të cilat i ka bërë Miloševići popullatës shqiptare. Andaj unë duke përfaqësuar njën nga viktimat civile shqiptare në Prizren, ku jemi ballaquar me një kriminal të kalibrit të rënd, pra në këtë rast përfaqësoj zonën Mirie, ku regjimi Miloševići ka mbitur 2 djemt e saj binjak. Kemi parë të arsyeshme që të hapet dhe të iniciot vepra penale për nxitje të urrejtjes kombëtare ndaj Dimar Boshës. Por vendimi si kjo është skandalos sepse prokuroria paramendoni se sa komplekse është kjo çështje. Këtu Dimar Bosha, prokuroria në justifikimin të cilën e ka bërë për ta hudhur kallëzimin penal, e justifikuar me arsyeën se Dimar Bosha nuk ka bërë nxitje të urrejtjes kombëtare, po më shumë gjason si një ofendim që është bërë krimeve të luftës përkatësisht viktimave civil shqiptar. Pra paramendoni prokuroria del deri aty saqë e justifikon veprimin e Dimar Boshës pa e marrë në pyetje dhe pa e ndëgjuar na Dimar Boshën. Pra prokuroria si ka mund të konkludojë një gjë të tillë duke e trajtuar këtë çështje si një ofendim dhe duke e relativizuar krimet e luftës. Pa vetë thot prokuroria në këtë arsyetim se Dimar Bosha në veprimin e tij, të cilën e ka bërë një krahasim me krimet e Milošit të regjimit serb bërë popullatës shqiptare, pra është një relativizim i krimeve të luftës. Andaj edhe vetë pranon që janë prekur ndjenjat kolektive të popullatës shqiptare të vuajtur nga regjimi serb i Miloševićit. Andaj jam të çuditur se si kjo prokurori e ka hudhur këtë kallëzim penal dhe është dashur të paktën të merret në pyetje Dimar Bosha, dhe është edhe një situatë simptomatike që për mua ndoshta korrespondon sepse bashkë në kohën e zgjedhjeve ne ata marrim një vendim të tillë. Dhe jemi në prag të zgjedhjeve dhe vetë duhet ditet se Dimar Bosha në qeverinë Kurti, kjo paraprakë të cilën ka qenë, edhe aty ka përfaqësuar një post ministror, asokue ka pasur post kryeparlamentar, dhe tani edhe këtu na del Dimar Bosha si fitimtar dhe i suksesshëm në raport me fjalët të cilën e ka thënë. Unë me padyshim konsideroj se ankesën të cilën do ta parashtrojmë në prokurinë speciale, që kjo duhet të kalojë pastaj më në prokurinë të apelit, konsideroj se me një vlerësim të drejtë objektiv, kjo çështje të paktën duhet të kthehet edhe në riprocedurë, të thirrë Dimar Bosha dhe të shikojmë në çfarë forme dhe në çfarë piste e ka bërë një deklarim të tillë Dimar Bosha. Dhe pse të martirizohet figura e Astit Deorit dhe pse të bëhet një krahasim me krimet e serbëve të Miloševićit, duke aluduar në të se krimi i Miloševićit është më pak se ajo që e përshon rasti i Astit Deorit. Andaj unë me këtë bëj apel prokurisë të apelit që kjo çështje të paktën duhet të kthehet edhe një riprocedurë, të provat të jenë më të vlerësohen në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të ligjshme, e jo kjo çështje të mbyllet vetëm me një faqe. Dhe paramendoni aty Dimar Bosha kur e ka thënë dhe kur ka bërë një krahasim të tillë, aty e ka pasur ai postin kryeparlamentar dhe është bërë në prezencë të gjithë mediave. Dhe edhe sot ka qenë kohë fushate për këto zgjedhje parlamentare, dhe tani po marr një vendim të hudhjes së kallëzimit penal pranë në prag të fushatës, jo në prag vetë që kemi hyrë në fushatë zgjedhore. Andaj konsideroj se një veprim i tillë i prokurisë speciale është një veprim i njëanshëm dhe ndoshta është edhe amnistim për figurat politike, sepse Dimar Bosha nuk është e hera e parë që po del i suksesshëm në rastet kur qytetarët kanë paditur, kanë denoncuar rastet. E kemi rastin e Dimar Boshës ku në revistën të cilën është botuar në Universitetin Amerikan, ai ka bërë propagandë se ushtria UÇK-s është financuar nga kartelet e drogës dhe bizneset e fllishta. Pra edhe aty rasti Dimar Boshës ende nuk e dim se çka ka bërë me atë çështje. Pra kemi një drejtësi selektive, andaj ne tani ankesën vetëm e kemi parashtruar dhe presim që prokuroria e apelit të paktën ta kthejë çështjen në riprocedurë dhe kërkoj që të zhvillohet procedura dhe unë paralelisht sigurisht do ta njoftoj edhe presidenten e ARSP, e cila do të jetë, njoftoj instanca tjera ligjore të drejtësisë dhe do të dalim se jo edhe një protestë të mashit paqësor edhe me organizatat e dara nga lufta që Dimar Bosha të dënohet për gjuhën fyese të nxitjes së urrejtjes kombëtare të cilën e ka bërë, por në anën tjetër edhe ky person mos të jetë i denj që të përfaqësoj poste ministrore në dikasterin qeveritare, andaj për të
për ta parë ne gjithë qytetarët me një vlerësim objektiv dhe çdo qytetar vërtetues në rastin kur e kanë dëgjuar Dimar Basha që të bën një krahasim se rasti i Deorit përshon më shumë se krimet që ka bërë Miloševiqi, ka prekur dhe ka lënduar ndjenjat shqiptare në përgjithësi anë mban botë kudo që jetojnë. Andaj presim që prokuroria Pirë ta kthejë në riprocedurë dhe kjo çështje të merr një kaj dhe një trajtim tjetër dhe Dimar Basha të penalizohet dhe gjykata të shqiptojë një dënim plotësues që ky mos jetë idenë më të përfaqësoj postën ministrore, sepse postet ministrore përfaqësojnë persona denj që janë pastër në aspektin e moralit dhe duhet të jetë kujdes se ato poste që përfaqësojnë sot ministrat ato janë poste të taksapaguesve të gjithë qytetarëve.